إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Të vazhdojmë me mësimin ton të radhës nga ky libër i begat Sifatu Salati an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, pra forma e namazit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi al-Yemeni, Allahu mëshiroft, me shtojcat e dobishme të bijës së tij Umu Abdullah, Allahu ruajt atë dhe na dhënë dobi nga dia e tyre. Mësimin e kaluar folëm për mësimin me titull Ma huwa ad-dalilu ala takhsisiha bi fatihat al-kitab. Pra dëgjuam që Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin fisnik i ka urdhëruar besimtarët duke thënë: "Wa idha quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Në surën Al-A'raf, pra dhe kur të recitohet Kur'ani, dëgjoni atë dhe heshni ashtu që të mëshironi. E ka ardhur që pejgamberi selam i ka ndaluar sahabët pra nga leximi i Kuranit mbas tij, edhe u ka lejuar atyre që të lexojnë vetëm Fatihatul Kitab, pra surën Al-Fatiha. Edhe dëgjuam hadithin që vjen në Sunan, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La'allakum taqra'una khalfa imamikum", ndoshta ju pra lexoni pas imamit tuaj. Sahabët thanë: "Naam, po." Tha: "Fala taf'alu illa bi Fatihatil Kitab", mos e bëni, pra mos lexoni mbas tij vetëm se pra surën Al-Fatiha, pra kapitullin hapës të librit. Edhe dëgjuam që në këtë mesele, pra çështjen e leximit të Fatihas, ka mos pajtim mes dietarëve sa i përket gjykimit të leximit apo jo të Fatihas mbas imamit në namazet me zë, që quhet fil jahriya, sepse namazet pa zë ka unanimitet që lexohet Fatihaja në namazet pa zë. Pra ka mos pajtim, khilaf mes dietarëve, edhe pala që argumentohet me hadithin që na vjen ku thot pejgamberi selam: "Men kana lahu imamun fa qira'atu al-imami lahu qira'ah." Ai që ka një imam, pra që falet mas imamit, leximi i imamit është lexim për të. Dhe folëm që rreth këtij hadithi ka fjalë edhe ka dietar që e kanë dobësuar atë. Prej tyre është që thanë është Daraqutniu, Allahu mëshiroft, Daraqutni prej dietarëve të hadithit. Edhe thotë që transmetuesit e këtij hadithi janë të dobët. Edhe ky hadith kishte dy transmetues. I pari është Yahya Zakaria bin Yahya as-Saji, dhe tjetri është Ebu Hanifa, imam i nderuar Ebu Hanifa. Por se kjo nuk do të thotë që nuk merret feja prej tij, ose ka qenë devijuar, ose që nuk është besueshëm në dijen e tij, në fikun e tij dhe në dituritë që ai na ka lënë mbrapa. Por se në çështjet e memorizimit të hadithit, pra dietarët e të gjithë brezave e kanë klasifikuar ato si të dobët, që kishte domethënë dobësinë në memorin e tij, në memorizimin e haditheve. Allahu mëshiroft atë edhe neve. Pra thotë Sheikh Muqbil, i cili është i mendimit se nuk lexohet, se lexohet Fatihaja mbas imamit në namazet pra me zë, thotë fil hadithu la yathbutu an nabi sallallahu alaihi wasallam, pra hadithi që thotë kush ka një imam, pra falet mbas imamit, leximi i imamit është lexim për të,
hadithi thot nuk është i saktë, thot fa'arafna anna fatihat al-kitab thot qira'atuha wajiba fi kulli rak'atin illa man la yastati'u an yaqra fatihat al-kitab. Pra atëherë mësuam, thot shiku, se leximi i Fatihas është wajibe, është obligim në çdo rekat, përveç, paske e përjashtim, atij që nuk ka mundësi ta lexojë Fatihan. Dhe thot shikhu, Shekh Muqbili, Allahu mëshiroft, thot faman huwa alladhi yu'fa min qira'at Fatihat al-kitab, man huwa? Cili është ai që përjashtohet nga leximi i surës al-Fatiha? Thot shekhu huwa alladhi la yuhsinu qira'at al-Quran, është ai thot që nuk e lexon dot Kur'anin, ose se lexon atë bukur, pra mirë, qartë, pa gabime. Thot ke ba'di ash-shayyibat o ba'di al-ajai, si disa plaka të vjetra apo disa plejsh të vjetër mosh, lexojnë në vend që thonë sirata alladhina an'amta alejhim, pra ihdina sirata al-mustaqim, zonë rrugën e drejtë, në rrugën atyre që ti begatove ata me mirësitë e tyre, ata thonë sirata alladhina an'amtu alejhim, thot në rrugën atyre që unë i kam begatuar ata, pra ky është gabim trashanik, pra si e dedikon begatit vetes tate. Atëre ky që bën gabime të tilla trashanike, ky do shiku përjashtohet nga leximi i Fatihas. Ose thot au la yastati'u bihal min al-ahwan, ose nuk ka mundësi fare ta memorizoj, nuk se memorizon dot fare, është i vjetër mosh, është jo arab, është ka probleme në ta. Në memorizimin e Fatihas, bazuar thot shiku, pra jo nga xhepi vet, jo nga mendja vet, në argumentin që ka ardhur në Sunen, se erdhi një burr tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i tha: "Ja Rasulullah, dëgjoj hadithin që ta mbash mend si i argument, pra që kush përjashtohet nga Fatihatul Kitab, mos viti kush thot unë se memorizoj dot Fatihën dhe kështu s'po falen fare, se s'di më fal." I thoi jo, na dal. Eja të mësoj që si mund të falesh pa Fatihën derisa ta memorizosh, ose edhe nëse nuk e memorizon dot ose ke gabime, bën gabime trashanike në leximin e saj, eja të falesh. I thot ja Rasulullah, inni la uhsinu shay'in min al-Quran. Thot o pejgamberi Allahut, unë thot nuk di asgjë prej Kuranit. Faqal lahu nabi sallallahu alaihi wasallam, qul subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pra i tha atij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra thuaj, domethënë që falu namazin tënd me subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ky buri, domethënë me që u hap dera e mirësive, me dobive, i thot ja Rasulullah, hadhihi li rabbi, ky beduini, thot o dërguar Allah, to janë për Zotin tim. Pra hadha thana wal madh lillah jalla wa ala, fama li, këto janë për Allahun, po për mua, do të çfarë kërkoj për veten time? Pra ky lavdrim, madhrim, lartësimi Allah subhanahu janë për Zotin e botrave, po për mua çfarë kërkoj? I thot, thuaj, qul Allahumma ighfir li, o Allah më fal mua, warhamni, më mëshiro mua, wahdini, më udhëzo mua, wa'afini, më jep mirëqenie mua, warzuqni, dhe më furnizo mua. Thot, famasaka biyadayhi, fa nadhara ila nabi sallallahu alaihi wasallam, pra ky i numëroi këto me gishta, dhe pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e pa të pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot, qal amma hadha, thot, faqad mala yadayhi min al-khair. Ky thot që i numëroi këto dhikret, cilat janë për Allah dhe cilat janë për vetë tij, janë mbushur duart e tija me mirësi dhe me hajër. U largua me këto këshilla, domethënë që mori dhe me këtë orientim që si mund të lutet dhe si mund të falet. Pra i tha, thuaj subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah allahu akbar. Pra kur falesh mbas imamit dhe ose e di me gabime trashanike, domethënë që mund shkojnë dhe në kufër to, en'amtu alejhim, pra begatit t'i atribuojnë vetes, ndërkohë që begatit na vijnë për Allah subhanahu wa taala, ose tjera si këto, pra që janë gabime, domethënë nga ana gjuhësore, kështu që janë gabime fetare, atëherë bie obligueshmëria e leximit të Fatihas për një person të tillë, dhe lutet me këto që dëgjuam me subhanallahi, walhamdulillahi, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ose ka ditë tjetër që vjen i beduini thot, e pyeti pejgamberi selam, thot, me se lutesh thot namazin tënd? I thot, i kërkoj Allahu xhenetin edhe kërkoj që ai të im dhe mbrojtje prej zjarrit.
se unë nuk di të falem si shfalesh ti dhe Muadhi, i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. I thot ai, dhe unë dhe Muadhi edhe kësaj sillemi. Pra ai gjithë lutjen e tij thoshte Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udhu bika min an-nar. Vetëm kaq dinte. Me këto falej i shkreti. Se unë nuk di të falem sikur ti dhe Muadhi, të lutem me Fatihan e tjera lutje. I thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe unë dhe Muadhi edhe kësaj sillemi. Pra, në lutjet tona çfarë objektivi është, i kërkojmë Allahu xhenetin dhe kërkojmë mbrojtje dhe sehim tek ai prej zjarrit. Thot Shiku, ky hadithi që përmendëm, të cilin e përcjell Abu Daudi, Nesai, Imam Ahmedi, nga rruga e transmetimit të Ibrahim as-Saksaki, ky nga Abdullah ibn Abi Aufa, deri te pejgamberi sallam, e përcjell po ashtu Ibn Hibbani në Sahihun e tij, nga i rrugë tjetër, Al-Fadl ibn Muwaffaq, nga Malik ibn Mughul, nga Talha ibn Musarrif, nga Ibn Abi Aufa, pra takohen rrugët e transmetimit e Ibn Abi Aufa. Këto, ky Saksaki thot dietarët e kanë klasifikuar të dobët, porse hadithi i atij burrit që gaboi namazin e tij i përforcon këto dy rrugë transmetimi dhe hadithi pra me rrugët e tjera, pra i bashkangjiten kësaj rruge dhe bëhet hasan, pra bëhet hadith i mirë, pra i pranueshëm që punohet me të. Tema tjetër që do të vazhdojmë, ose nën tema, thot Shiku meta yaqra al-ma'mum al-Fatiha fi al-jahriyah. Kjo është mesela që ka edhe kjo khilaf mes dietarëve. Kur pra xhamatliu, ai që fal namaz mas imamit, e lexon Fatihan në namazet me zë. Thot Shiku, Sheikh Mubil Allahum shiroft, atë dhe ne thot, idha kan al-imamu yufarriqu falaka an taqra. Nëse imami shfari ndan ajetet, pra lexon thot alhamdulillahi rabbil alamin, ti thua alhamdulillahi rabbil alamin. Pa e para prir ajetin e dytë, pra sa herë që ai ndalet, pra i ndan ajetet njëri nga tjetri, ti lexon në këto pauza, në këto heshtje të shkurtra të tij. Pra thot Shiku, يقول الإمام الحمد لله رب العالمين وسكت قليلا لك أن تقول الحمد لله رب العالمين. Pra nëse imami thot الحمد لله رب العالمين dhe ndalet bën një pauzë të shkurtër, atëherë ti thua الحمد لله رب العالمين. Pra nëse ai nuk i ndan ajetet dhe nuk ndalet midis ajeteve, çfarë? Lexon thot Shiku, është i mendimit, mbasi thot imami amin. Edhe nëse ai vazhdon të lexojë një sure tjetër. Ky është mendimi i Sheikh Muqbilit dhe sjell pra prej selefëve të tjerë që kanë paraprir me këtë fetva dhe me këtë mendim. Por se thot Shiku, pa e paraprir imamin, pra ti do rish gjithmonë një hap mbas tij, bazuar, edhe thot Shiku min al-khata, e bie Shikut, prej gabimeve që ndodhin thot për namazlive, është të lexoj namazliu përpara imamit. Ky është gabim dhe kundërshtimi i sunetit të pejgamberit sa dhe urdhrit të tij, i cili ka thënë në hadith sakt, inma ju'ila al-imam li yutamma bi, imami është vendosur që ju ta merrni për prijes, pra ta pasoni atë. Fala takhtalifu alayhi, dhe mos e kundërshtoni atë. Fa idha kabbara fakabbiru, kur të marrni takbir, atëherë merrni takbir. Wa idha raka'a farka'u, kur ai të bini në sujud, pastaj bini në sujud. Kjo feja tregon vijimsi, pra pas ti. Wa idha qala sami Allahu liman hamida, faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Kur thot ai sami Allahu liman hamida, thoni Allahumma rabbana wa lakal hamd. Wa idha sajada fasjudu, dhe kur të bini sejdë, bini sejdë, është hadithi i gjatë që ka ardhur. Dhe thot Shiku, thot وليس من المشروع أن يسكت الإمام بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم الفاتحة. Dhe nuk është e ligjëruar prej shariatit ton që të heshti gjatë imami mbas leximit Fatihas, ashtu që xhamatlin të lexojnë mbas tij. Sepse nuk ka ardhur kjo nga profeti alayhi salatu selam. E vetëm një pauzë e gjatë që dëgjuam ka hadithi e Abu Hurairës para disa mësimeve, i tha në urdhrin e Allahut,
çfarë lexon ti, çfarë thua ti midis tekbirit fillestar dhe Fatihas, pra sepse ata bajnë që heshte një heshtje të gjatë, ai më kupton, u mësoi ato duat që quhen dua al-istiftah, duat hapse të namazit. Një mesele tjetër që e ka trajtuar shiku ke ky nën kapitull thot men adraka al-imam rakian hal ya'taddu bidhalika raka haythu lam yaqra al-Fatiha, ai që tani po flasim për leximin e Fatihas, okay, që s'ka namaz për atë që nuk e lexon Fatihan. Thot ai që i gjen imamin në ruku, a e konsideron pra pranueshme dhe saktë atë rekat, duke qenë që s'ka lexuar Fatihan apo jo? Shiku na sjell një hadith që pasaj na qartëson që me këtë është argumentuar el-Jumhur, pjesa e dërmuese dietarëve, thot jaa ani nabi sallallahu alaihi wasallam, sifa nuk thot thabata, thot jaa ka ardhur i transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai ka thënë men adraka al-imam rakian qabla an yuqima sulbahu faqad adraka ar-rak'a. Thot kush e gjen imamin, kush e kap imamin në ruku përpara se ai ta drejtoj shpinën e tij, pra të ngrihet në qiyam, ky e ka kapur rekatin. Dhe kjo është fjala e xhumhurit, e pjesës dërmuese të dietarëve. Sjell pastaj shiku fjalët e imamllarëve të sunetit, për dietarëve të hadithit, fiqhut e merath, edhe sahabët kanë pas mos pajtim në këtë çështje, duke qenë që ky hadithi është i përfolur, hadithi që sapo dëgjuam, që përcjell atë Ibn Khuzaime në saktin e tij me numër 1595 nga rruga Yahya ibn Humeid, nga Qura ibn Abdurrahman dhe Ibn Shihab, kjo është Imam Zuhri Allahu mëshiroft, i cili ka thënë akhbarani Abu Salama ibn Abdurrahman nga Abi Huraira, se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë man adraka rak'atan min as-salati faqad adrakaha qabla an yuqima al-imam sulbahu. Kush e kap një namaz, një rekat prej namazit, ai e ka kapur, pra ka arritur namazin përpara se imami ta drejtoj pra shpinën e tij. Dhe Qurra ibn Abdurrahman është i dobët. Dhe edhe Sheikh Muqbili, Allah më shërof, shife sa i kujdesëm që është, masi na sjell argumentet e asaj pale të dietarëve që mbasi që ishte i përfolur hadithi që dëgjojmë hadithin apo përmendim edhe një herë që thot man adraka al-imam rakian qabla an yuqima sulba faqad adraka raka. Kush e arrin imamin në ruku përpara se ta drejtoj shpinën e tij, ky e ka arritur atë rekat. Pra ai rekat vlen për të, pra nuk duhet ta përsëris. Dëgjuam që një nga transmetuesit e këtij hadithi, thamë që Qurra ibn Abdurrahman, është i dobët. Dhe ka sjell edhe dietar të tjerë që e kanë dobësuar këtë transmetues. Na përcjell që medhebi Imam Buhariut, Allahu mëshiroft, ishte që çfarë? E mbështet Imam Buhariu që nëse nuk e kap rekatin të plot me imamin, pra leximin e Fatihas me imamin, ai rekat nuk është i vlefshëm, duhet ngrihesh ta përsërisësh pastaj. Kur të falesh, pra mbasi të përfundoj imami. E ka pasuar Imam Buhariun, po ashtu Ibn Khuzaima, e ka pasuar Abu Muhammad ibn Hazm al-Zahiri dhe Imam as-Subki, e shumë dietar tjerë. Thot kush është argumentimi i tyre për këtë gjë? Argumentimi i tyre thot për këtë gjë është fjala e pejgamberit që thot la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nuk ka namaz ai që çfarë nuk e lexon Fatihan, pra kapitullin hapës të Kuranit. Po ashtu argumenti i tyre është fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në dy saktet për hadithit e Abu Hurajres që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dëgjoni këtë hadith shumë i bukur. Ky është i saktë, është muttafaqun alayh. Thot idha ataytum ila as-salati فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة
fama adraktum fasallu, wa ma fatakum fa atimmu. Nga Abu Huraira në dy sahatet transmetohet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kur të vini për në namaz, mos esni duke nxituar, pra duke vrapuar, po ejani pra me qetësi çfarë trupore. Ato që ka arrini prej namazit faleni, dhe ato që u ka ikur, çfarë plotësojeni. Pra thonë këta djetar, Buhariu, Ibn Khuzejme të tjerë dhe Shekh Muqbili më shtet në mendimin e tyre thot, fahadha faqad fatahu al-qiyam wa fatatu al-qira'a. Këti i ka ikur pra qëndrimi në këmbë me imamin dhe i ka ikur leximi i Fatihas. Ndërsa dietarët e tjerë argumentohen me hadithin që dëgjojmë shpari, edhe pse ka dobësi në të, dhe argumentohen me hadithin e Ebi Bekrate. Ebu Bekra, Ebu Bekra, sahabiju radiallahu ta'ala anhu, hadithin që përcjell Bukhari, çfarë bëri? Erdhi Ebu Bekra duke nxituar në xhami dhe i merri pak fryma. Kur hyri te dera e xhamis, gjedi që pejgamberi selam me sahabët ishin në ruku. Ky ran ruku që ke dera e xhamis. Pastaj ata u ngritën, pastaj ky u ngrit dhe ju bashkua safit. Profeti alayhi salatu wassalam mbasi u fal, tha, kishte disa transmetime që unë ndala pak të Fethul Bari më tonë mbi këtë hadith, nëse është i saktë, edhe kishte shumë transmetime. Thot, dëgjova, thot, ngulqitjen, pra frymën primarin e rënd të dikut për jush. Kush ishte? Thot Ebu Bekra, unë veprova kështu. I thot pejgamberi selam, thot, zedek Allahu hirsan, thot, fala ta'ud. Me i qira'a, fala tu'id. Allahu ta shtot për kujdesjen, por mos e përsërit. Pra, komentuesit e këtij hadithi, çfarë thon? Mos e përsërit, nënkupton mos u vono për namaz, pa shkak. Mos e përsërit, thon disa të tjerë, mos e përsërit rekatin. Nuk urdhëroj që ta përsërisë atë rekat. Mos e përsërit që të bish në ruku që në fund xhamis. Pra, pa u futur në saf. E janë saf dhe po e ka imami në ruku, bjen në ruku. Dhe mos e përsërit që mos e të merret fryma, pra mos nxito. Po ja me qetësi. Dhe argumenton, është goxha argumenti fort ky, që edhe unë, domethënë, bashkë me Sheikh Al-Albani dhe dietar tjetër, domethënë që pa thamë që selefët janë ndarë në dy palë, janë mendimi që nëse e gjen imamin në ruku para se të ngrejë ai shpinën, pra ta drejtoj shpinën, e ke kapur atë rekat. Dhe thot Sheikhu, Allahu e mëshiroft, edhe pse më sjell gjithë argumente, dhe thot Sheikhu, pra mësuam thot se xhumhuri pjesa dërmuese dietarëve argumentojnë me atë hadithin që dëgjuam, që kush e ka imamin në ruku, e ka kapur rekatin, nëse e ka përpara se ai ta drejtoj shpinën në qiyam. Edhe dëgjuam mendimin e parës tjetër, Buhariu, Ibn Khuzejme të tjerë, dhe thot Sheikhu, ente talibu ilmin, tabhath li nafsik, ti e nxënës dije, kërko vetë, thellohu, medito, dëgjoj, rrëmbulloj argumentet e kësaj pale dhe të asaj pale, shif saksin e argumenteve dhe ku të qetësohet zemra. Çfarë do Sheikhu? Duke na sqaruar një parim shumë të rëndësishëm, që thot, nuk ka qortim në çështjet që ka mos pajtim. Pra nuk e qorton dot palën tjetër, ti nëse më ka mos pajtim, duke qenë që mos pajtimin e ka ardhur nga sahabët dhe deri sot thot. S'mund ngrihesh ti të thuash asaj palës që thot, jo, duhet ta përsërisësh rekatin apo mos e përsërit rekatin. Vetë Sheikhu çfarë thot? Thot ana alladhi yakhtaruhu li nafsi annani idha adraktu al-imam raqiyan la إذا أدركت الإمام راكعا لا أعتد بها. Thot unë thot, nëse unë nuk e kap imamin domethënë në ruku, unë nuk e konsideroj domethënë të vlefshëm të rekat dhe e përsërit thot. Po se thot wala stati aqul inna alladhi i'taddu biha salatu batila.
Po s'mund t'i them dot atij që e numëron këtë si rekat, pra që ai quan si rekat të saktë, nuk mund t'i them që namazi yt është batil, është pra i pavlefshëm, jo i mangët, i pavlefshëm, i pasakt. Pse? Sepse lënë al-jumhur ahli al-ilm yaquluna bidhalik. Sepse pjesa dërmuese e dietarëve, shumica, që jumhur, pjesa dërmuese, majoranca e dietarëve thonë që është i saktë rekati atij që e kap imamin në ruku para se ta ngrej dhe të drejtoj shpinën e tij. Edhe këtu e bia edhe vazhdo shehu, sot barakallahu fikum, kam për qëllim thot se çështjet në të cilat kanë mospajtime dhe mospajtime dietarë thot në këndvështrimet e tyre, dhe nga të dyja palë thot kemi argumente të fuqishme, të forta thot. Ose mund të jenë argumente të dyja palëve thot të dobta. Pra që janë as pro atij që i merr argumente dhe as kundra, ose as pro atij që i refuzon këto argumente. Thot shehu falem yazal al-khilaf, sepse khilafi në këtë çështje thot ka vazhduar që nga koha e sahabëve dhe deri në kohën tonë. Dhe askush nga selefët dhe as nga pasuesit e selefëve nuk e ka i qortuar dhe kritikuar njëri tjetrin, qoftë ata që e konsiderojnë rekatin e vlefshëm, a nëse kapin imamin ruku para se të ngrihet, pra që s'ka kapur as qiyamin dhe as leximin e Fatihas, qoftë ata që thonë jo, unë se quhet vlefshëm të rekat për veten time, do ngrihem dhe përsërit rekatin. Pra nuk kemi dëgjuar ndonjë as nga selefët as nga halefët që ta qortojnë njëri tjetrin në këtë çështje. Dhe për këtë Sheikh Fauzani, Allahu e ruajt, thot në komentimi që i bën Libe Sharh Masail al-Jahiliya në faqen 46, thot në çështjet e ijtihadit, pra juridik që quhet fiqhu islam, kur nuk ka një argument të qartë që e përkrah njërin nga dy mendimet e dietarëve, dhe të dyja mendimet janë të mundshme dhe janë pranueshme, atë nuk ka vend për qortim ndaj atij që ndjek njërin prej tyre, me kusht që të mos ketë në të fanatizëm, pra imitim dhe pasim verbër, apo pasim të epshit. Por se synimi i kërkuesit dhe i pasuesit të selefëve në argumentimin e tyre të jetë arritja tek e vërteta. Atëre, në këtë rast çfarë? Pra nuk ka qortim për mos pajtimin që mund të kenë dietarë për të çështje. Edhe çështje të tilla janë të shumë, tash dëgjuam për leximin e basmalas. Dikush thot e lexon në vete, pra pas zë, dikush thot e lexon me zë. Dëgjuam për leximin e Fatihas, a lexohet Fatiha në namazet me zë pas imamit apo jo. Dëgjuam për kur e kap imamin në ruku, pra s'e ka për Fatihan në këmbë me të. Ose do të dëgjojmë çështjen e ngridhjes nga rukuja, kam dietarë që i vendosin duar në krahëror, nuk i lëshojnë. Ose do të dëgjojmë çështjen e rënies në sejdë, a bietë paraprien këmbët apo duart, pra duke qenë që ka mos pajtim me selefëve që në kohët e hershme dhe deri sot, nëse je nxënës dije edhe ke domethënë bagazh diturie, lexon dhe ulumton në argumentet e dietarëve, aty ku argumenti bind saktësia e tij dhe kuptimi i saktë dhe ato istinbatatet, domethënë deduksionet që nxjerrin dietarët, e pason po pa e qortuar dhe kritikuar palën tjetër. Me që koha na premton, lexojmë dhe kapitullin tjetër me temë istihbab al-wuqufi 'inda ru'us al-ayah. Pra, pëlqyeshmëria që të ndalesh në krye, pra në fund të çdo ajeti. Edhe thot shiku është e rekomanduar dhe e pëlqyer të ndalesh në çdo ajet. Pra, Bismillahirrahmanirrahim, ndalesh, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, ndalesh, duke qenë që, sidomos kur je imam, dëgjuam që mendimi dietarëve ishte që xhamatlinjt kur e lexojnë Fatihan mbas imamit në namazet me zë, kur ai ndalet, kur bën ato pauza, ato heshtje të shkurtra, atëre, pra pas ka urtësi, si vepronte profeti alayhi salatu selam, që leximi i tij ishte me tërtil
edhe ndalej në krye të çdo ajeti. Dhe thot shiku, themi thot jem bëghi u lejse bilazim, pra është e rekomanduar dhe pëlqyer, por jo e detyrueshme. Siç është përcjellur nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot enhu kana yaqifu inda kulli aya, se ai ndalej pra në çdo ajet. Hadithin që e përcjell Ebu Daudi edhe Tirmidhi nga rruga e Ibn Jurayj, nga Abdullah ibn Abi Mulejke, nga Umi Selema. Edhe pse në studimin e këtij hadithi dietarët kanë gjetur që Abdullah ibn Abi Mulejke nuk e ka dëgjuar drejt për drejt Umu Selemen, pra ka një klesh këtu, ka një dobësi, ka një smundje të vogël në këtë transmetim. Edhe kapitulli tjetër, që është i shkurtër dhe vazhdojmë inshallah, është at-ta'minu ba'da qira'ati al-Fatiha. Pra thënia ose shpreha amin mbas leximit të Fatihas. Thot shiku fa idha qara'ta al-Fatiha, atëherë kur të lexosh Fatihën, thot yushra'u laka an taqul, pra të ligjërohet ty që të thuash amin. Qoftë nëse je imam apo nëse je çfarë xhamatli. Dhe thuhet amin me zë të lartë. Edhe të vetmit që nuk e pranojnë aminin me zë të lartë janë Hanefit. Pra pasuesit e Ebu Hanifës, ata janë të mendimit që thënia amin bëhet pra në heshtje, bëhet me zë të ulët, jo me zë të lartë. Shiku thot, ka përcjell Ebu Daudi në sunenin e tij, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi amin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lexonte me zë, pra të lartë, shprehjem amin, mbas ghayril maghdubi alejhim waladdallin, thoshte amin. Dhe transmetuesi i hadithit thot, wa rafa biha sautahu. Hadithi Wail ibn Hujr, i cili thot, ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, që kur lexonte waladdallin, qal amin, thoshte amin, wa rafa biha sautahu, dhe ngrinte me të zërin e tij. Edhe pse ka ardhur në një tekst tjetër që përcjell Imam Ahmedi, thot wa khafadha biha sautahu, e ulte zërin me shprehjen amin. Por se ajo më e njohura nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është që në namazet me zë kur lexonte çfarë waladdallin, thoshte amin. Dhe siç ka ardhur në Sahihain nga Ebi Huraira radiallahu ta'ala anhu, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë, idha qala al-imamu ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ky hadith është muttafaqun alayhi. Pra kanë dakord Buhariu dhe Muslimi. Buhariu e ka përcjell me numër 780 dhe Muslimi me numër 410. Cili është kuptimi i hadithit? Po presim juve me këshëri sepse nuk e kuptonin në arabisht. Thot, kur të thot imami ghayril maghdubi alejhim waladdallin, atëherë thoni amin. Sepse nëse përputhet shpreha jote amin me atë të melekeve, ty të shlyhen gjunahet e kaluara, gjunahet e mëparshme. Pra dhe në këtë ka nxitje dhe përforcim për vlerën e madhe të thënies amin. Çfarë do thot amin? Dietarët kanë thënë që amin do thot Allahumma stajib. O Allah, përgjigju lutjes sime. Pse? Sepse Fatihaja është lutje, është dua, është quajtur lutje, është quajtur namaz. Dhe thot pejgamberi selam, siç ka në hadithin kudusi, qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfain. E kam ndarë namazin, pra leximin e Fatihas, midis meje dhe robit tim, thot, në 2 pjesë. Dhe në fund të çfarë leximit Fatihas ti thua amin. Qofsh në namazet me zë, qofsh në ato pa zë, qofsh edhe kur lexon, thon dietarët, librin Kur'anin që e nis nga Fatihaja, thua amin,
Pra i thua o Allah, përgjigju lutjes sime. Dhe ata që janë privuar nga ky shpërblim që kush përputhet shpreha e tij amin me atë të melekëve shluajnë gjunat e mpashme. Thon dietarët, a paramendohet ose përfiturohet që melekët bëjnë amin para imamit? Jo, dhe kurse si jo. Pra duhet të presësh që imami të thotë ghairil maghdubi alehim waladdallin, thotë ai min ti vazhdo amin mbas ti. Pra mbasi që imami ta filloj ai pari thonien amin. Dhe e mbyllim me të hadith përcjell Imam Ahmedi në Musnedin e tij dhe Ibn Majah në Sunenin e tij në hadithi i nënës së besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha, e cila ka thënë i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam, ma hasadatkum al-yahudu ala shay'in ma hasadatkum ala as-salami wat-ta'min. Thotë Muhamedi selam, nuk u kanë zili, thot jahudit për ndonjë gjë, thot, siç u kanë zili për selamin, pra prapën e selamit mes jush dhe për thonjen e amin në namazin tuaj. Dhe hadithin tha me përcjell Imam Ahmedi dhe Ibn Majah. Ibn Majah me numër 856 dhe Imam Ahmedi me numër 41 dhe 481 dhe thot, kështoj se thot, dhe këta hadith ka argument që futet jahudit çfarë? Janë hasedxhin të mdhenj. Me dëshminë e kujt? Me dëshminë e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra ata kanë zili neve për selamin që përhapi mes nesh, le të plasin që futet se në përhapin selamin mes nesh, që është përshëndetje banor xhenet, është dua shumë e bukur. Në një mësim tjetër do të lexojmë se çfarë si ka komentuar Sheikh Ibn Uthaymini këtë selamu aleikum që ne nën vlefsojmë. Është dua gjithëpërfshirshme, shumë e dobishme, që ne ja bëjmë njëri tjetrit. Thot nuk u kanë zili jahudit, thot, për ndonjë gjë tjetër, siç u kanë zili, thot, për selamin dhe për thënien amin. Dhe nga thënia amin nuk janë privuar vetëm se bidatçinj të ignorant dhe shiat. Pra, njerëz që Allahu çfarë nuk ua dëshiron mirësin, sepse bidatçinj pasojnë epshet dhe tekat dhe shiat pasojnë verbrisht si punë atyre gomerve, ata imamlarët e tyre të devijuar dhe të humbur. Allahu na ruaj nga devijimi edhe nga humbja. Elus Allahun ta bëj të mësim të dobishëm dhe të begat, na bëj që të gjejmë fjalë pasojnë ata me përpëmëri. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.